Pas përplasjes së fortë mes tyre, atmosfera u bë shumë e tensionuar. Të gjithë ndjenin se fjalët që u thanë nuk ishin të lehta dhe se situata kishte arritur në një pikë ku askush nuk mund të qëndronte më i heshtur. Në atë moment, ti u kthye nga Miri dhe me një ton të prerë i tha se ishte shumë i pathytyr dhe se i vinte keq që ai nuk e pranonte të vërtetën për atë që po ndodhte. Sipas tij, situata kishte kohë që zgjaste dhe nuk ishte diçka e re. Ai tha se vajza kishte rreth 70 dikë që merrej vazhdimisht me të, duke krijuar tensione dhe situata të sikletshme. Për Tinin, kjo nuk ishte më një gjë që mund të anashkalohej. Ai mendonte se ishte e padrejtë që Miri po bënte sikur nuk e shihte gjithë këtë ose sikur nuk donte ta pranonte. Fjalët e tij dolën me shumë emocion, sepse duke i qartë që e kishte mbajtur këtë pakënaqësi brenda për një kohë të gjatë. Ai nuk donte më të heshte dhe ndeu nevojën të thoshte hapur atë që mendonte. Për të, problemi nuk ishte vetëm situata në vetvete, por edhe fakti që Miri nuk po e pranonte realitetin sipas mënyrës si ai e shihte. Miri, nga ana tjetër, reagoi më i qetë. Ai nuk e ngriti tonin dhe u përpoq të përgjigjej me një qëndrim më të kontrolluar. Në vend që të hynte në një debat edhe më të ashpër, ai tha diçka që habiti disa nga të pranishmi. Miri i tha se ishte shumë i lumtur që ai kishte gjetur dashurinë në Big Brother. Kjo fjali krijoi një moment të çuditshëm në bisedë. Disa e interpretuan si një mënyrë për të ulur tensionin, ndërsa të tjerë menduan se ishte një përgjigje ironike. Megjithatë, Miri dukej se donte të tregonte se nuk kishte qëllim të krijonte më shumë konflikt dhe se preferonte ta shihte situatën nga një këndvështrim tjetër. Përplasja mes tyre tregoi se sa të ndërlikuara mund të bëhen marrëdhëniet kur njerëzit jetojnë për një kohë të gjatë në të njëjtin ambient dhe çdo gjë analizohet nga të gjithë. Emocionet grumbullohen, keqkuptimet rriten dhe ndonjëherë mjafton një moment për të shpërthyer një debat i madh. Pas këtij momenti, të gjithë e kuptuan se situata mes Tinit dhe Mirit nuk ishte më thjesht një debat i vogël, por një përballje mendimesh dhe perceptimesh për atë që kishte ndodhur gjatë gjithë kohës. Disa mendonin se gjërat do të qetësoheshin me kalimin e ditëve, ndërsa të tjerë besonin se kjo përballje do të linte një ndikim të fortë në marrëdhënien mes tyre brenda shtëpisë.